Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit shkurt për shenjën e Virgjëreshës. Virgjëresha në javën e parë të shkurtit do të jeni shumë të ngarkuar me punë, me përgjegjësi. Disa për ju jeni në fazën që po hapni një biznes tuajin. Keni dije, keni eksperiencë pune dhe doni të punoni për veten, jo për të tjerët. Mund të jeni në fazën e parë ku ose po kërkoni ambientin për të zhvilluar biznesin tuaj, dikush mund ta ketë gjetur ambientin, por jeni në fazën e arredimit ose të përgatitjes për të hapur dyert për të pritur klient. Dikush sapo e ka filluar si biznes dhe sigurisht do të punoni me orë të gjata, sepse doni të krijoni klientelën tuaj, doni që të krijoni një reputacion sa më të mirë për veten. Për dikë mund të jetë edhe një biznes online, diçka që ti je në fazën ku po mendon për krijimin e website-it, për pjesën e marketingut, mundet edhe të japësh klasa online, disa virgjëresha. Shikoj shumë dije, shumë informacion që ti ke që e ke të mbledhur dhe është momenti për të bërë një gjë që ti e ke dashur prej kohësh, ndoshta nuk i ke pasur mundësitë më përpara. Ky është një projekt pasioni, ky është një projekt që ti po e bën me shumë dashuri, me shumë zemër, mund të mos jetë fitimprurës si fillim, ndoshta ke shpenzime më shumë, në momentin të paktën muajt e parë, ndoshta edhe 6 muajt e parë do të jetë e vështirë derisa ti të fillosh të lash, të shlyesh detyrimet, gjithçka që ke mbledhur në varësi të investimit të bërë. Sigurisht për disa virgjëresha fitimet do t'i shohin më shpejt, nëse investimi është i vogël për hapjen e këtij biznesi. Nëse është një biznes pastaj shumë i madh, do t'ju duhet kohë për të parë fitime, por ti po e bën me shumë dëshirë, po e bën me shumë pasion dhe do të jetë diçka që do të ndryshojë rrjedhën tënde financiare, do të çojë në rrugën e pasurisë, në rrugën e lirisë financiare dhe mund të jetë një biznes shumë i mirë dhe fitimprurës që më vonë pastaj mundet edhe ta trashëgosh tek familja jote. Totalisht të fokusuar në këtë drejtim. Java e dytë do t'ju sjell pak vonesa ose probleme që kanë të bëjnë sidomos me çështje nga ana ligjore. Mund të jenë çështje që kanë të bëjnë me taksa, çështje që kanë të bëjnë me shkresa, çështje që kanë të bëjnë me leje nga shteti. Mundet ose të merrni përgjigje negative që ju duhet diçka tjetër ose duhet të bëni një riaplikim sepse aplikimi i parë nuk është aprovuar, ose mund të jetë vonesë që ju shtyn për një kohë tjetër më vonë. Për disa virgjëresha është një çështje që ka të bëjë me gjykatat, nëse jeni në një proces gjyqësor dhe prisni të merret një vendim, java e dytë nuk është koha më e mirë. Nëse keni mundësi të shtyni, ndonjëherë vendimet e gjykatës janë të vështira për të shtyrë kur caktohet një datë gjyqi, por keni parasysh që me datë 17 shkurt dhe 2-3 ditë para, 2-3 ditë pas, ndjehet si energji, kemi eklipsin e hënës së re në ujor, që është energji shumë e fortë, intelektuale, lidhet me mendjen, lidhet me komunikimin, lidhet me çështje që kanë të bëjnë me dokumenta, me shkresa, çështje që kanë impakt jo vetëm tek ne, por edhe tek njerëzit, tek familja jonë, tek rrethi shoqëror, tek njerëzit që na njohin. Nuk është koha e mirë, koha e përshtatshme për të pasur një vendim të tillë gjatë eklipseve. Eklipset janë energji shumë kaotike dhe sjellin ose rrëmuj ku gjërat nuk shqyrtohen ashtu siç duhet, ose sjellin vonesa ose sjellin lajme negative. Prandaj nëse keni një situatë të tillë, përpiquni që ta shtyni për një kohë tjetër. Po në javën e dytë shikoj që shumë gjëra do t'ju duken të padrejta në raport në çift, për ato virgjëresha që janë në një marrëdhënie, ju duket sikur jeni ju që po bëni punën më shumë se kushdo, jeni ju që po lodheni, jeni ju që po sakrifikoni, jeni ju që keni të gjithë peshën, të gjithë barën, gjithçka është mbi shpatullat tuaja, ndërkohë që personi tjetër, partneri,
mund të keni pakënaqësi edhe me ortakun ose ortakën tuaj, nëse këtë biznes keni vendosur që ta hapni në bashkëpunim me dikë tjetër, ky person nuk do të punojë aq shumë sa do të punoni ju. Nuk do të kujdeset për gjithçka, për çdo detaj, për çdo gjë, siç do të bëni ju virgjëresha dhe deri në javën e dytë mund të keni pakënaqësi, mund t'i kërkoni llogari këtij personi, më shumë të thoni shiko se un kam punuar kaq orë, nuk e ardhur, një situatë e tillë ku mund të keni edhe pak fjalë ose hatërmbetje, do t'ju duket vërtet e padrejtë, do t'ju duket do do ta mendoni më mirë ta kishit bërë vetë, ta kishit hapur vetë si biznes, sesa prisni nga ky person, kurse nga ana e personave që janë në një raport në çift, virgjëreshat, mund t'ju duket sikur kjo është një gjë shumë e rëndësishme për ju, dhe në një moment ku ju keni më shumë nevojë për mbështetjen e partnerit ose të partneres tuaj, nuk ju gjendet pranë, nuk ju ndihmon, nuk ju jep atë përkraje që duhet ju jap, sepse në fund të mirat materiale që të ardhurat që ti do të fitosh nga ky biznes do të ndikojnë pozitivisht për jetën e të dyve, edhe pala tjetër do të përfitojë nga paratë që ju do të fitoni dhe ju duket e padrejtë. Sidomos në javën e tretë shikoj një situatë të tillë ku ky person është dikush që do t'ju gënjej shumë virgjëresha. Do të gënjej, do të ta kthej situatën, ta manipuloj situatën, do të jetë një person shumë i papjekur nga ana emocionale. Një nga arsyet kryesore pse do të ndodhin këto probleme mes jush është që ky person ka xhelozi, ka inat, i duket sikur ju keni më shumë sukses, sikur ju jeni më të pavarur, sikur atë vëmendje që ju i jepnit më përpara këtij personi, tani tër vëmendjen e ka marr puna, e ka marr ana profesionale, karriera juaj, diçka tjetër. Dhe ky person ndihet i lënë bazdore, pra mendojeni si një fëmijë që kur nuk merr vëmendje nga prindrit, fillon edhe bën zhurmë ose fillon edhe thyen diçka ose sillet keq qëllimisht për të marrë vëmendje. E njëjta gjë do të ndodhë edhe me ju, me këtë rrethan, në këtë rrethan me këtë person, nëse jeni në një raport, sidomos me dikë që ka energji të fortë uji, pra dikush që ka disa planete ose ascendente në diellin në gafore, në akrep ose në peshk, që shpesh mund të reagojnë si shenja që janë shumë që të përkrajnë, që janë shumë suportuese, por në këtë rast mungesa e vëmendjes do t'i bëj të reagojnë si fëmijë, do t'i bëj që t'ju fillojnë të gënjejnë, të justifikohen, të krijojnë situata manipulimi dhe ju vetë do të ndjeni të lodhur, do t'ju duket sikur ky person po ju lodh më shumë, përveç lodhjes fizike që keni, do të keni edhe lodhjen emocionale dhe lodhjen psikologjike me shpjegimet, me justifikimet e këtij personi, me shumë gjëra të tjera. Po në raporte pune, sidomos do të jetë e vështirë për virgjëreshat, do të kuptoni që ky bashkëpunim me këtë person nuk ishte opsioni më i mirë dhe zgjedhja e duhur. Keni parasysh virgjëresha që nga data 17 fillon viti i ri kinez, viti i kalit, dhe jemi në energjinë e njishit në numerologji. Energjia e njishit thot ec përpara vetëm, bëj gjërat vetë, mos prit nga të tjerët, mos prit të bashkëpunosh me të tjerët, mos prit që të tjerët të ndihmojnë. Jepi drejtim, jepi gaz situatave vetëm. Nëse ke mundësi që ta marrësh si të investosh edhe të financosh gjithçka me mundësitë e tua pa qenë në një situatë ku duhet varesh nga dikush tjetër, ai do të ishte opsioni më i mirë i mundshëm në aspektin profesional. Po unë shikoj që ju do ta merrni situatën në kontroll dhe deri në javën e fundit do duhet të tregoheni të rrept, virgjëresha të rrept, pak me shpatë në dorë, t'i ndani gjërat me thik, të jeni shumë të drejtë për drejtë në komunikim, sepse këto gënjeshtrat, këto lojrat, këto manipulimet, jo unë erdha të ndihmova një orë, po ja nuk kam qenë mirë, jam smur, ja po kam pasur një probleme. Këto justifikime do të vazhdojnë deri në një pikë sa nëse ju nuk tregoheni shumë të drejtë për drejtë,
që ky është orari duhet ndjekur me patjetër, këto janë rregullat, atëherë situata mund vi duke agravuar. Është e rëndësishme që ju të tregoheni të fortë dhe të tregoheni të vendosur. Në një farë mënyre do t'ju a bëj borxh ky person, nuk do keni alternativë tjetër pa e sqaruar situatën, pa e vendosur pikat mbi i. Dhe nga orakulli i universit, mesazhi për ju më thot: In every moment the universe is conspiring to bring me towards right-minded thinking and the energy of love. Pra, në çdo moment universi po të jep sinjale ose po e kthen situatën, po luan me situatën në mënyrë që të orientojë në drejtimin e duhur, në mënyrën e duhur se si duhet ta shikosh situatën dhe drejt energjisë së dashurisë. Këto gjëra, këto shenja që ti do t'i shohësh që në fillim, pavarësisht se do të të lodhin, pavarësisht se do të të ngarkojnë në muajin shkurt, do t'jenë mësime nga universi, nga Zoti, do t'jetë një mënyrë për të orientuar, për të treguar që shiko se ky bashkëpunim nuk është bashkëpunimi i duhur, shiko se ky person që ti ke në krah, aq sa ti ke bërë për këtë person, aq sa ti ke dhënë, nuk ka bërë të njëjtat gjëra për ty, edhe nuk ka për të ta kthyer asnjëherë në të njëjtën formë siç ti ke bërë për këtë person. Dhe është shumë më mirë që ti po e shikon këtë gjë që në fillim të marrjes së kësaj iniciative, në mënyrë që të arrish edhe të bësh ndarjen e duhur, dhe të kesh sa më shumë pavarësi se sa të ndodhte në një kohë më vonë ku edhe përfshirja është shumë më e madhe, edhe të ardhurat janë shumë më të mëdha, edhe biznesi është i rritur deri në pikë nëse klientët mësojnë me dy persona, duke punuar bashkë me dy persona, ndarja dhe shkëputja bëhet shumë më e vështirë se sa po të jetë që në hapat e parë të punës. Prandaj shikojeni si diçka pozitive. Nëse ti çdo gjë që të ndodh në jetë, çdo rrethan, çdo situatë, çdo mosmarrveshje e shikon në këndvështrimin e çfarë duhet të mësoj nga kjo gjë, çfarë eksperiencë duhet marr nga kjo gjë, si mund ta kthej në avantazhin tim, ti gjithmonë do të gjesh anën më të mirë, anën më pozitive. Kështu që fokusohu gjithmonë tek zgjidhja, fokusohu gjithmonë tek dashuria, fokusohu gjithmonë që diçka më e mirë do të vi nga kjo situatë. Unë ju uroj shumë suksese Virgjëresha për muajin e shkurt dhe për vendimin dhe iniciativën që keni marrë për 2026-ën, paçi sa më shumë punë, sa më shumë klient dhe sa më shumë suksese. Nëse ju pëlqeu ky lexim dhe jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni direkt online nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju uroj gjithë të mirat dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Faleminderit, mirupafshim.